Lajmi i përhapur përgjatë javës së shkuar se kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Golemi dhe 15 punonjës janë me HIV/AIDS tashmë do të hetohet nga drejtësia e qytetit të Gurt. Avokati i institucionit ka paraqitur kallëzim në polici, ku kërkon ndjekjen penale të autorëve të përhapjes së këtij informacioni të rrem. Ndërkaq në rrjetet sociale tashmë ka nisur debati me reagime dhe kundërreagime. Kjo flet analize e dhjetorit 2025 të bërë në një spital në Janin tregon se Golemi ka pasur shqetësime të një sëmundje autoimune dhe se nuk është i prekur nga HIV/AIDS. Vetë Bashkia e Gjirokastrës në një reagim për media të shprehet se pretendimet për infektimin e kryetarit të bashkisë dhe punonjësve janë tërësisht të pavërteta dhe të sajuara pa bazë faktike apo reale. Bashkia e Gjirokastra e konsideron këtë jo thjesht si një akt dezinformimi, por si një veprim të rëndë, të papërgjegjshëm dhe të rrezikshëm, i cili synon të dëmtojë figurën e institucionit, të cënojë dinjitetin dhe integritetin e punonjësve të administratës vendore, të godasë reputacionin e kryetarit të bashkisë, dhe mbi të gjitha të përhap panik dhe pasigurinë e qytetarët. Përmbajtjet e tilla nuk kanë asnjë lidhje me të drejtën për informim, por përfaqësojnë një përpjekje dashakeqe për të helmuar klimën publike me të pavërteta dhe për të krijuar shqetësim të pajustifikuar në komunitet. Nisur nga përmasat që mori debati në rrjetet sociale, Bashkia kërkon hetimin, duke e theksuar se nuk duhet që të trajtohet si një deklarim i zakonshëm në rrjetet sociale, por si një akt me pasoja të drejtpërdrejta për rendim publik, për besimin e qytetarëve dhe për funksionimin normal të jetës institucionale.